O Zot, me mëshirën tënde kërkoj ndihmë. Ma përmirëso tërë gjendjen e mos më lërë të mbështetem në veten time as sa një lëvizje të syrit. O ti që je i gjallë për gjithmonë, më gjallëro zemrën me njohjen tënde, përmes fjalës tënde, përmes përmendjes së emrit tënd, përmes bamirësisë sime ndaj krijesave. O ti që i mban qiejt dhe tokën, ma mbaj zemrën time të ngritur në përulje ndaj teje, që të vazhdoj udhëtimin ndaj teje dhe të jem i qëndrueshëm përballë çdo sprove, duke u rezistuar dyshimeve, epsheve, kopracis, lakmis, hasedit, vetpëlqimit, mendje madhësisë dhe syefaqësisë. Mos lejo që zemra ime të jetë një vend qëndrimi i gjunaheve, por bëj që të kthehet shpejt në të vërtetën sa herë që të gaboj. O ti që gjallëron zemrat me udhëzim, më mundëso që të jem shkak i ngjalljes me udhëzim të zemrave që kanë vdekur nga mëkatet dhe ikja prej teje. Na mundëso që ditën e ringjalljes t'i gëzojmë agjerimit ton, ashtu sikur na gëzove e na nderove me të në jetën e kësaj bote.